mbi qytetarët dhe bizneset, bazuar në këto filozofi. Filozofia e lirisë ekonomike është e taksës shesht mbi tatim fitimin 10%. Filozofia e xhvatjes së bizneseve dhe qytetarëve dhe kufizimit të kësaj lirie, tatim fitimin e ka 15%. Tatimi mbi pagat për ne do të jetë 10%. Aktualisht është 23%. Të dashur qytetar, 3 muajt e parë të qeverisës Partisë Demokratike, pagat e të gjithë rrogtarëve shqiptar, të cilat tatohen me fitimin mbi pagën, do të rriten 13%. Pra, rrogtar do të kenë një rrogë reale 13%, do të çojnë në shtëpinë e tyre 13% më shumë se sot. Dhe kjo është një rritje e pa parë në 12 vite. Tatimi mbi të ardhurat jo nga paga, nga 15% që është në sistemin e plaçkitjes dhe kufizimit të lirisë ekonomike, zbret në 10%. Biznesi i vogël pa të vëshër do t'jetë gjerë në 180.000 euro xhiro vjetore. Pra, sot mbi 100.000 euro xhiro vjetore aplikohet të vëshëja. Ky tavan rritet në 180.000 euro. Biznesi i vogël pa tatim fitim do t'jetë biznesi me xhiro vjetore gjerë në 180.000 euro, nga 140.000 euro që është sot. Taksa e transferimit të pronës nga 15% në sistemin e plaçkitjes do të zbres në 2% në sistemin e lirisë ekonomike. Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga 8% do të zbres në 2%. Në qoftë se e para është 8% të çmimit të referencës, taksa jonë do të jetë 2% të preventivit. Pra, i bie një ulje shumë e madhe. Një ulje mbi 10, mbi 15 herë, çka do ketë ndikim direkt në çmimin e apartamenteve dhe sipërfaqen e ndërtimit. Taksa e strehimit social është 3%, shfuqizohet tërësisht. Taksat lokale do t'jenë maksimumi 1% e xhiros. Sot janë pa tavan, arrin në 8 dhe 10% të xhiros. Dhe sfundi
taksa tabu që e paguon çdo shqiptar në çdo kafshat që merr, në çdo gjë që blen, për gjithçka. Nga 20% zbret në 15%, dhe kjo është një rekord, do të thosha, bëhet taksa më e ulët në Europë dhe ndër më të ultat në botë. Me këtë ta quajmë revolucion fiskal, ne synojmë të krijojmë klimën më miqësore për biznesin, të krijojmë mundësi kursimesh dhe investimi për bizneset, të krijojmë mundësi për rritje rrogash dhe nxitje të prodhimit. Por vetvetishëm ky sistem fiskal rrit 13% rrogave të shqiptarëve, pavarësisht nga premtimi ynë për rrogën mesatare 1200 euro që kemi bërë. Mendoj se dallimi është si nata me ditën, ndaj dhe ftoj shqiptarë të bëjnë zgjedhjen e tyre. Është në interes të tyre më të mirë të bizneseve që ata kanë të rrogave të pensioneve të tyre. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha, ju jeni fokusuar te platforma juaj qeverise, ku në çdo dalje tuaj ndalen tek problemet e qytetarëve dhe zgjidhjen që u jep koalicioni Aleanca për Shqipëri Madhështore ndjes. Është ngritur në Partinë Demokratike një ekip se takon denoncimit të krimeve zgjedhore, pra një ekip që të denoncojë këto krime publikisht, apo edhe në platformën e SPAK-ut?